Problemi është këtu. Ti pyete për sistemin zgjedhor, dhe unë mendoj që ishte dhe disi zgjedhje detyruar për gjithë ato që tha zonja Çupi, por edhe për diçka tjetër, se në qoftë se do bëheshin gjitha të hapura, do luftonin gjithë për vetat e veta dhe goditej sigla. Pra, sigla në një sistem me për shembull 100% të hapur, po edhe me sistemin e kaluar, kryesisht goditej sigla. Partisë Demokratike, nga kushtet që erdhi, pra deri në 5 dhjetor, lideri i saj ishte akoma në rreth shtëpiave. I leverdiste, i kod, me 30% listat mbyllura dhe pjesa tjetër në të hapur. Se i leverdiste, që të garantoj një pjesë të deputetëve. Po edhe të garantoj një pjesë, edhe të garantoj një pjesë të vetëve, se është në funksion të forcimit të partisë. Audo, të shi, nga ajo shturje që i bëri Edi Rama, nga ajo goditje që i dha. Pra i mbajti vullën penge, shpalli non grata, njifte bashën, parlamentet tjere. A i urdhroj të shkonin zjeshin të oborit Partisë Demokratike, palet në njëra tjetërën. Më falë, kur vje puna aty, ashtu do shkojtë. Se në qofë se merë, i merë tjetërit vullën, ja e për tjetërit, na unë njofë të për kryetar partijet, a i futët blindon partin, ti ashtu do silësh, vla. Po mirë, ja u ktheu prapë pastaj. Ja u mori ca kohë dhe ju a ktheu. Nëse i qëndrojmë njëtës logjik, ju a dha prapë. A ti lemi ironi, dhe më thënë ishin zgjedhje detyruara. Kur i ve tjetërit blindën në parti, dhe më thënë, ti thu s'ke për ty, tjetëri ashtu do silësh. Edhe më së themi dhe tjetër, po, si copa e kuqe për demin. Dhe që e mbështeti Edi Rama me policie, me gazlot sjellëse, se që pun kishte i dhe më dhe në gjatë 4 orë. Vendosemi nga kjo, po vim të kë... Pra, si pas jush, ka qenë një zgjedhje e detyruar dhe s'ka patur asnjë mundësi tjetër.